një jetë e thjeshtë dhe besnike në një lagje të qetë të Romës, ku era e detit shpërndahej lehtë mbi rrugicat e ngushta, jetonte Ana, një grua shqiptare rreth të 30-tave, me fytyrën e shëndritshme dhe sy që tregonin një shpirt të fortë. Ana nuk kishte jetuar gjithmonë në Itali, ajo kishte lënë pas shtëpinë e saj në Shqipëri, familjen dhe kujtimet e ngrohta të fëmijërisë, për të kërkuar një jetë më të mirë për veten dhe familjen e saj. Jetesa në Rom nuk ishte e lehtë. Ana punonte si pastruese në një pallat të madh, ku banonte një familje italiane shumë e pasur. Familja kishte gjithçka: makina luksoze, vila me pishina të mëdha, art në çdo dhomë. Por përkundër pasurisë, pak njerëz e trajtonin me mirësjellje. Megjithatë, Ana kishte diçka që nuk blihej me para, një shpirt të pastër dhe besnikëri absolute. Çdo mëngjes, Ana ngrihej në orën 5, përgatit fëmijët e saj të vegjël, 6 vjeçarin Mateo dhe 4 vjeçaren Livia, dhe u siguronte atyre mëngjesin e ngrohtë para se të nisej drejt punës. Burri i saj, Marko, nuk ishte pjesë e përpjekjeve të saj. Ai shpesh mbetej pa punë, duke kaluar ditët në kafene, duke diskutuar për gjëra që nuk e çonin diku. Për Anan, familja ishte prioriteti i saj absolut dhe çdo sakrificë ia vlente për ta. Në shtëpinë e milioneres italiane, Ana ishte më shumë se një pastruese. Ajo ishte një pjesë e familjes, edhe pse të tjerët e shihnin vetëm si një punëtore. Zonja Elena, pronarja e pallatit, ishte një grua e fuqishme dhe e pavarur, e njohur në qytet si një nga gratë më të pasura të Italisë. Ajo rrallë e jepte vlerësimin për punën që bëhej për të, por Ana kishte një mënyrë të veçantë për të ndjerë gjërat e njerëzve. Ajo e trajtonte gjithçka me respekt, kujdes dhe mirësjellje. Një ditë, kur dielli sapo po ngjitej mbi 8 pallatet e qytetit, Ana po pastronte dhomën e Elenës. Ndërsa lëvizte me kujdes, duke mos dëmtuar asnjë veçori të dhomës luksoze, Elena hyri pa e paralajmëruar. Ajo vështronte mënyrën si Ana përqendrohej. Si nuk shpejtonte për të kursyer kohë, si çdo gjë që bënte ishte me përkushtim të jashtëzakonshëm. Ana, tha Elena me një zë të butë, që rrallë ndodhte kur fliste me punonjësit e saj, kam parë mënyrën se si kujdesesh për gjithçka. Nuk është vetëm pastrimi, është zemra që vendos në punën tënde. Ana u përkul me respekt, syt i mbushur me emocion. Faleminderit, zonja, por unë thjesht dua të bëj detyrën time sa më mirë që mundem, tha ajo, duke mos e kuptuar menjëherë rëndësinë e fjalëve të saj. Ditët kalonin dhe Ana vazhdonte rutinën e saj të përditshme. Por diçka ndryshoi kur Elena e pa Anan një ditë duke e ndihmuar burrin e saj dhe fëmijët e vegjël që të kalonin një dimër të ftohtë pa humbur shpresën. Ajo pa se, pavarësisht sfidave dhe vështirësive, Ana nuk ndalonte kurrë të tregonte dashuri dhe përkushtim. Elena ndjeu një ndjenjë të pazakon, një dëshirë të papritur për të shpërblyer diçka që kishte kaq shumë në shpirt dhe kaq pak në jetë. Një pasdite, ndërsa rrugicat e qytetit ishin të mbushura me njerëz që shkonin e vinin nga punët e tyre, Elena e thirrri Anan në zyrën e saj të madhe. Atmosfera ishte serioze, por jo e rëndë. Elena u ul përballë Anas dhe pa që kjo grua e thjesht kishte një shpirt të pastër që rrallë takoi. Ana, unë kam parë gjithë jetën tënde këtu, punën tënde dhe mënyrën se si kujdesesh për familjen tënde. Dua të bëj një pyetje të pazakon, tha Elena, duke vështruar sytë e saj drejt Anas. Ana u trondit lehtë, por mbajti qetësinë. Çfarëdo që të jetë, zonja, unë do ta pranoj me mirënjohje, tha ajo. Elena buzëqeshi. Dua të blej një shtëpi. Një shtëpi për ty dhe familjen tënde. Nuk dua asgjë në këmbim, vetëm dua që ju të keni një vend të sigurt ku mund të jetoni të lumtur. Ana u shokua. Fjalët dukeshin të pabesueshme, pothuajse një ëndër që nuk do të përfundonte kurrë. Ajo nuk dinte çfarë të thoshte, lotët filluan të rridhnin nga sytë e saj, duke përzier trishtimin e viteve të sakrificës me gëzimin e papritur. Kjo nuk mund të ndodhë. Zonja, ju nuk jeni e detyruar, tha ajo, duke u përpjekur të mbanin emocionet nën kontroll. Elena ngriti dorën dhe e ndaloi. Ana, unë nuk po bëj një favor. Po shpërblej besnikërinë dhe zemrën tënde.
Është mënyra ime për të thënë, të shoh dhe të vlerësoj për gjithçka që je. Ajo ditë, Ana kuptoi se ndonjëherë mirësia dhe vlera e vërtet nuk vijnë nga paraja, por nga zemrat e njerëzve që dinë të vlerësojnë bukurinë dhe përkushtimin pa asnjë interes. Shpresa e re dhe sfidat e së ardhmes. Kur Ana u kthye në shtëpi atë pasdite, zemra i rrite me një kombinim frike dhe gëzimi. Matteo dhe Livia e prisnin me sy të mëdhenj në pragun e dyerve. Ata ndjenin se diçka kishte ndryshuar, diçka e madhe, por nuk e kuptonin dot. Ana ju afrua dhe i përqafoi ngrohtësisht, duke ndjerë rrahjet e zemrës së tyre të vogël që i jepte kur ajo, fëmijë të mi. Kam një lajm të madh, tha Ana duke u përpjekur të mbante emocionet nën kontroll, por lotët nuk mund të ndaleshin. Matteo, me dyshim, pyeti, a është diçka e mirë, mami? Po, zemra ime. Një grua shumë e mirë më ka ndihmuar dhe do të kemi një shtëpi të re, të bukur. Vetëm për ne, tha Ana duke u ulur pranë tyre. Livia, 4 vjeç, duke mos e kuptuar plotësisht, hodhi krahët rreth qafës së nënës dhe tha, mami, do të kemi një shtëpi me lule? Ana buzëqeshi dhe e përqafoi fort. Po, zemra ime, do të ketë lule, diell dhe një kopsht ku mund të luani sa të doni. Por gëzimi i tyre i papritur nuk do të ishte pa sfida. Kur Marko, burri i Anas, mësoi për lajmin, reagimi i tij ishte një përzierje e habis dhe e ziliqarisë. Ai nuk kishte menduar kurrë për shtëpinë si një investim për familjen, për të, çdo ndryshim i madh në jetën e tyre ishte diçka që do të shqetësonte rutinën e tij të qetë. Çfarë po thua, Ana? Një shtëpi e madhe? Nga kush? Nuk mund të jetë e vërtetë, tha ai, me një zë të ngritur, duke fshirur një frikë të thellë që nuk donte ta pranonte. Ana u përkul, por sytë e saj ishin të vendosur. Po, Marko. Është e vërtetë. Zonja Elena, gruaja që unë punoj, ka vendosur të na dhurojë një shtëpi. Për ne dhe fëmijët tanë. Marko heshti për një moment, duke mos ditur si të reagojë. Ndërsa emocionet e gëzimit fillonin të rridhnin nga fëmijët, zemra e tij mbeti e trazuar. Ai nuk e kishte pritur kurrë që dikush jashtë familjes të mendonte për ta me aq dashuri dhe bujari. Ditët që pasuan u mbushën me përgatitje dhe emocion. Ana filloi të planifikonte se si do të lëviznin në shtëpinë e re. Çdo gjë ishte një shpresë e re për fëmijët e saj. Matteo filloi të ëndërroi për dhomën e tij të madhe, për lojrat dhe miqtë e rinj që mund të takonte. Livia shpesh vallëzonte në kuzhinë duke thënë, do të kem lule në dritaren time. Ana e dinte se ky ishte vetëm fillimi. Shtëpia e re nuk ishte vetëm një ndërtesë me mure të forta, ishte një shans për të ndërtuar një jetë më të sigurt, një mundësi për të shëruar plagët e së kaluarës dhe për të krijuar kujtime të lumtura për fëmijët e saj. Por sfidat nuk vonuan të shfaqeshin. Disa fqinj të zonës filluan të shikonin me habi dhe zili këtë familje të thjeshtë që tani po fitonte një shtëpi luksoze pas sakrifica materiale. Disa komentonin pas shpinës, duke mos kuptuar se vlera nuk ishte në para, por në besnikërinë dhe zemrën e Anas. Ana e ndjente këtë, por nuk u dorëzua. Ajo vazhdoi të punonte me përkushtim, duke e ditur se çdo hap që merrnin ishte për të ardhmen e fëmijëve të saj. Elena, nga ana tjetër, vazhdonte ta ndiqte me vëmendje, duke siguruar që gjithçka të shkonte mirë. Ajo nuk kishte vetëm dhuruar një shtëpi, kishte krijuar një lidhje të veçantë, një marrëdhënie besimi dhe respekti midis dy grave që, për dallim nga gjithçka tjetër, kuptuan vlerën e njëra tjetrës. Një mbrëmje, ndërsa Ana po rregullonte fëmijët për gjumë në apartamentin e vjetër, ajo mori një telefonat nga Elena. Ana, dua të të ftoj për një darkë. Nuk është thjesht një takim formal, por diçka për të shënuar fillimin e jetës tuaj të re. Ana ndjeu një emocion të thellë. Kjo darkë nuk ishte vetëm një shenjë mirësie, por një simbol se ndonjëherë jeta shpërblen përkushtimin dhe besnikërinë në mënyra që nuk mund t'i imagjinojmë. Në atë moment, Ana kuptoi se ndryshimi i madh nuk vinte vetëm nga dhurimi i shtëpisë, por nga mundësia për të ndërtuar një jetë të re, me dinjitet dhe shpresë për të ardhmen.
Një jetë e re dhe një shpresë e përjetshme, dita e zhvendosjes kishte mbërritur. Ana u zgjuar herët, më herët se zakonisht, duke ndjerë një përzierje gëzimi, frike dhe padurimi. Mateo dhe Livia ishin të ngazëllyer, por edhe pak të shqetësuar, ata nuk e kuptonin plotësisht se sa madhështore ishte shtëpia e re që do të bëhej e tyre. Kur arritën në adresën e vilës luksoze të Elenas, Ana mbeti pa fjalë. Vila ishte më e madhe dhe më e bukur se çdo gjë që kishte parë ndonjëherë. Dritaret e mëdha lejonin dritën të depërtonte në çdo dhomë, dhe kopshti i gjelbër me lule të ndryshme dukej si një ëndër e gjallë. Elena i priti me një buzëqeshje të ngrohtë dhe një përqafim të sinqertë. Mirë se erdhët, Ana. Kjo është shtëpia juaj tani. Shfrytëzojeni çdo cep të saj, çdo moment. Kjo është për ju dhe fëmijët tuaj, për një jetë të lumtur dhe të sigurt. Ana ndjej e emocionuar deri në lodh. Ajo i përqafoi Elenan, duke ndjerë një falënderim të thellë që fjalët nuk mund t'i shprehnin. Mateo dhe Livia vrapuan menjëherë për të eksploruar dhomat dhe kopshtin, duke qeshur dhe duke u ndjerë si mbretër të vegjël në një mbretëri të re. Megjithatë, edhe ky fillim i bukur nuk ishte pa sfida. Marko, burri i Anas, ndjej i vogël dhe i pavlerë përballë asaj dhurate të jashtëzakonshme. Ai filloi të kuptonte se përkushtimi dhe besnikëria e Anas kishte krijuar një realitet që ai kurrë nuk e kishte menduar të mundshëm. Pas një bisede të gjatë me Anan, ku ajo foli me durim dhe vendosmëri për dashurinë dhe sakrificën e saj për familjen, Marko filloi të ndryshonte. Ai kuptoi se çdo hap pozitiv i tyre ishte për fëmijët dhe për një të ardhme më të mirë, dhe nuk kishte vend për zili ose xhelozi. Ditët e para në shtëpinë e re ishin të mbushura me aventurë dhe emocion. Ana organizoi dhomën e Mateos me lodra dhe libra, ndërsa dhoma e Livias u mbush me lule, piktura dhe ngjyra të ndritshme. Çdo detaj ishte menduar me dashuri dhe kujdes. Për Anan, kjo shtëpi nuk ishte vetëm një hapësirë fizike, por një simbol i sakrificës, besnikërisë dhe shpresës së rinovuar. Një pasdite, Elena erdhi për të vizituar familjen. Ajo pa se sa lumturi kishte sjellë një dhuratë e tillë në jetën e tyre. Fëmijët luanin në kopsht, Mateo tregonte me krenari dhomën e tij të re, dhe Livia kërcente midis luleve, duke thënë: "Kjo është shtëpia jone e ëndrave." Elena buzëqeshi dhe tha: "Ana, ju kam dhuruar shtëpinë, por ju më keni dhuruar mua një mësim të madh, se besnikëria dhe zemra e pastër janë vlerat më të mëdha që mund të ekzistojnë." Ana i përqafoi me ngrohtësi, duke ndjerë një lidhje të fortë që nuk do të thyej kurrë. Ajo kuptoi se kjo histori nuk ishte vetëm për të dhe familjen e saj, por për çdo njeri që mund të humbë shpresën. Një akt i vogël mirësie mund të ndryshojë jetën e dikujt përjetësisht. Pas disa javësh, familja filloi një jetë të re plot rutinë dhe lumturi. Mateo dhe Livia shkolloheshin në një shkollë të mirë pranë shtëpisë, ndërsa Ana vazhdonte të punonte me përkushtim dhe krenari. Marko ndryshoi gjithashtu, duke marrë pjesë më shumë në jetën e fëmijëve dhe duke kuptuar se sakrifica dhe dashuria e Anas ishin themeli i vërtetë i familjes. Historia e Anas dhe zonjës Elena u bë një shembull për komunitetin. Njerëzit filluan të kuptojnë se nuk është gjithmonë pasuria ajo që sjell lumturinë, shpesh mirësia e sinqertë dhe besnikëria shpërblehen në mënyra që nuk mund të parashikohen. Në mbrëmjet e qeta, kur dielli perëndonte mbi kopshtin e mbushur me lule, Ana shpesh qëndronte në verandë duke parë fëmijët e saj që luanin. Zemra e saj ishte e qetë, plot falënderim dhe shpresë. Ajo kuptoi se çdo sakrificë, çdo mundim kishte çuar në këtë moment të madh, një jetë e re, e sigurt, e mbushur me dashuri dhe lumturi të vërtetë, dhe kështu Ana dhe familja e saj jetuan një jetë ku çdo ditë fillonte me gëzim dhe përfundonte me falënderim, duke treguar se dashuria, besnikëria dhe mirësia shpërblehen gjithmonë, ndonjëherë në mënyra që e tejkalojnë imagjinatën më të bukur. Historia e plot përfundon me mesazhin: besnikëria dhe zemra e pastër shpërblehen gjithmonë. Dhe mirësia mund të ndryshojë jetën e dikujt për gjithmonë.